Përshëndetje miq, si ditë shtune muhabete pazari. Sot kam ble domate jeshile për turshi, me €1.50 kilen. Tash përgatisim pak turshi se ne vdesim për çik turshi me domate. Plus që do përgatis dhe pak reçel me domate dhe me xhinxher. Shikoj tani se si e qyshe tek. Ka ble dhe këto patlıxhanet me €1 kilen për turshi. Nuk e di tani do jenë të mira apo jo, po i pash me €1. E tash për marja 2-3 kile. Bleva dhe 3 kile kumbulla vlonjate për reçel. Unë e përdor shumë për krosata, tash po e marr me qishë me €1 kilen. Mora ato pjeshkët me €1.50 kilen. Këto qipët me €1.50, qipole di miele e quashin këto, tash po i marja shumë të mira. Patatet me €1 kilen. Bleva këtë domatet me €1 kilen edhe këto janë shumë të mira. Bleva dhe këto domatet të janë me €3.50 kilen, këto janë spektakull, është sa të mira. Edhe thash për çik sallatë të xhinxher me €6 kilen, të sallatën me €3.50 kilen. Kaq ishte pazari im për sot. Ju përshëndes. Ciao ciao.